lënja anës e dhënësve të dijes. Ne që japim dije, falë të cilëve jemi këtë këtu, në ka prodhe këtë gjendje. Që i bie nëse ne e lëm anash pjesën më të nevojshme, qoftë dhënës e dijes çështjen ekonomike, qoftë politike, qoftë ushtarake, qoftë kudo qoftë, atëre vim të një kaos që për cilën po flasim. Kjo është kaos. Pse është kaos? Për faktin se duke shfrytzuar rastin me uru festën e Fitërberamit të gjithëve, shportën që përmend kolegu e ndjem familje gjithë secili prej nesh. Atë sofrën, atë tavolinën dikur plot, tash e kemi më të zbrast, më të reduktuar. Ato hyrje daljet me familje me miqësi kemi ndal pak. Pse? Se edhe s'po kem fort me shku të dikush, po edhe me ngushtu tjetra, po ka me të prita e ajo. Domon dy herë ngushtim kjo pjesa, edhe pastaj as gëzimi nuk po është gëzimi plot, po ndjehesh i zbet, po ndjehesh i malt, se s'po ki ndoshta mundësi shumë me prit dikon, po edhe me shku dikujt me ngushtu. Unë familjarisht jemi 4 antar, unë me gruan, me 2 fëmijë, ne 2 mësimdhënës, edhe me 2 rroga, edhe me nga një angazhim të dytë, secili prej nesh, për neve dyve, kemi ju mora lakmi kur thatë deri me 20 me i qu, ne mësës me 10 me kalu rrogën, mas 10, bile edhe në shkollë përmeni si me hajgare na mësës mas 5 flejmë qetë, se dim që në bankë s'kemi kur gjëheq, edhe mo flejmë qetë, asë se këshirë lagarina ka marrë kusha, ka shto kusha, se dhe më ne kemi bile gjumin e bojmë gjumë. Ju deri me 20, halali kofta, për... Me 30 e shtymë. Ti me menagju ma mirë. Ti këthejme që se po du të pak me këthi debati pak relakse, do më në rogë trauma prej krejt kësaj që ka përmendojmë shumë sincerisht, për thonë për faktin se po e përmenet aja pjesa ku një thënje profetike, thotë profetit Muhammed, borgji është shumë i rondë për një njëri. është 2 herë i rondë. është 1 herë i rondë natën, se e bon men, qysh me këthi ditën, a ka mundësia jo, edhe është i rondë ditën se me marrë, me turp, ka me dalë me lyp rëskin, mos për dekon buzhlin dikon udhës, e nuk ka mundësi me këthi. është e rrallë në familjen tonë shqiptare. Kushtë dhe kovë që jeton në Kosovë është e rrallë, unë kisha pas shep më konë. Të shumë pra është e rrallë që dikush për neve nuk është kredisë, nuk është bërqë. Atë kuptimin, me dalë faqe bardë, mos më utu që keme deku buzhlin, mos më utu që ka me tirë banka. Ne e thëjë një qohaj burët është bërqë. Ne jemi të lidhur disi me bërqë. Jemi të lidhur disi me bërqë edhe bërqë është halal me lype me dhonë bërqë, po sinqerisht po do të me ungushtu shumë, edhe me lype se do në gjithmonë pa e kthejnë vetën e parë. Me në trokit dikush prej zorit, me më kërku parë e bërqë, goqa isha ngushtu. E para se dikush kur drejtohet ty për bërgjë, a i ka besë ty që ti nuk e tërmënon, nuk e marron, që ajo është ngusht ekonomikisht. Po e dyta, qysh me këthyjat njeri pa i boqare, a mua dhe vetje